Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i martë korrik 2025. Dashi. Shqetësimet e vogla sezonale nuk ju lejojnë të jepni më të mirën tuaj. Shanset janë që ju duhet të bëni një lloj pastrimi të marrëdhënieve dhe situatave që nuk i doni më. Demi. Ne duhet të përpiqemi të ushqejmë rrethin e të njohurve, veçanërisht nëse kohët e fundit ka pasur një mbyllje, ju jeni larguar nga një person. Këshillohet që në këtë moment të mos bëni asnjë gabim dhe të kërkoni strategji mbrojtëse dhe sulmi që janë të dobishme dhe ju mbrojnë nga streset e jashtme që nuk janë gjithmonë të këndshme. Binjakët. Ka vonesa në gjithçka, edhe nëse keni porositur diçka nga dikush, mos e merrni. Disa edhe mund të lëvizin. Ndryshimet që prekin zyrën, dyqanet ose biznesin e tyre. Gaforja. Kjo ditë lë pak për të dëshiruar. Mund të ketë nevojë për të zgjidhur disa çështje familjare që kanë mbetur pezull dhe që ju kanë shqetësuar. Luani. Pavarësisht gjithçkaje mund të ndiheni të nënshtruar. Ju duhet të jepni hapësirë për projektet tuaja, por ju duhet të rishikoni llogarit, shumë shpenzime. Virgjëresha. Një farë lodhjeje fizike është e pashmangshme, por nuk mungon as pozitiviteti. Nëse keni një rol drejtues, ose në çdo rast duhet të vendosni për gjëra të rëndësishme, kjo është koha e duhur për të propozuar veten. Peshorja. Ndonjëherë polemikat te kalojnë nivelin e ekuilibrit dhe normalitetit. Ndryshimet ose ankthet për një punë të re. Akrepi. Dashuria shkëlqen. Nëse keni pasur një debat me dikë kohët e fundit, tani mund të rikuperoni, ju keni më shumë letra për të luajtur edhe në punë. Ka nga ata që këto ditë po përjetojnë një zgjim të rëndësishëm në biznes. Shigjetari. Kjo është një ditë që sjell fat në takime, pavarësisht nëse është dashuri apo biznes. Hidhni larg gjërat që nuk ju pëlqen më. Britsjapi. Ata që punojnë ditë ose në gatishmëri mund të mos ndalojnë, është një periudhë interesante për të vlerësuar propozimet e reja, dashuria përgjigjet më së miri në kohën e lirë. Kontakte të rëndësishme për prestizh. Ujori. Ju jeni shumë të zënë me çështje biznesi ose personale, kështu që dashuria paguan çmimin. Diçka nuk është e qartë për ju, dëshironi të keni pak më shumë mirëkuptim. Pasditja më e mirë se mëngjesi. Peshqit. Ditë e qetë për punë, gjithçka duhet të shkojë mirë. Ata që kanë fituar një çmim ose kanë marrë një bonus, duket se janë të kënaqur, por lajmi do të vijë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.